Po kryetari Hamza veç e ka bo shumë të qartë që ne nuk shohim sy me sy me zotrin Kurti për asgjë sa i përket mënyrës se i shërbehet kombit, shtetit dhe institucioneve. Dhe mendoj që forma në cilën zotri Kurti është duke vepru, po tregon shumë qartë që kemi të drejtë. Nuk mundesh me bashkëpunu me një njeri i cili është fatkeqësi me thonë, po një shqiptar, një kosovar që qytetarë tonë ja kanë besu radhazi më shumë se 50% votës së tyre, ja kanë dhonë besimin për me shërby vendet, e merë me udhëheq Kosovën, edhe e drejton buz gremines, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin shëndetësor, me gjendjen që kemi në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në sigurim, madje, mjafton me i po, për shembull iniciativat që kemi marrë në antë kalume në qoftë për sigurime shëndetësore jetësore, për gjithë ata që shërbejnë sektorin sigurisë, kundër cilëve kanë votu të gjitha iniciativave ligjore që kemi marrë në kuvend. Mjafton me i po që trajtojnë edhe ushtrinë, mjafton me i po veç transportin, e ushtrisë tonë në rrugë për me kuptu qësh trajtohet sektori sigurisë, mjafton me po qësh e ka trajtu marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku dialogu strategjik ka qenë një prej arritjeve më të mëdha që kish me pas Kosova, e kishin pas qasje direkte në shtëpinë e bardhë, dhe zotri Kurti e ka pru situatën që Shtetet Bashkuara të Amerikës me pezullu dialogun strategjik. Mjafton me po qësh i ka thonë jo projektit të gazit amerikan, projekt madhor i cili nuk importon veç gaz, nuk diversifikon vetëm resurset e energjisë për Kosovën dhe e bën të qëndrueshme si sektor që është vital për siguri kombëtare, po ja mundson Kosovës edhe me importu siguri. E ka pru situatën në një gjendje ku Kosova është buz gremine në të gjitha aspektet si shtet, dhe njëkohësisht po e pamundson që me funksionu demokracia, që 2 vjet gati po e mohon pezull Kosovën, duke ja pamundsu të gjithë deputetëve që na kanë zgjedhur qytetarët për m'ju shërby qytetarëve dhe interesave të tyre, po na pamundson me kry punën tonë, me arsyetime banale. Ne kemi fakte prej të kaluarës. A është edhe kjo, si e shpjegoni këtë që ndodhi dje, Zonja Ramaj, këtë kërkesën për një ditë shtesë, për kohë shtesë, nëse s'jam gabim, po i bie që sot jam bërë apo jo 2 muaj prej zgjedhjeve të 7 qershorit, pra kanë qenë 2 muaj në dispozicion. Njëherë është thënë që duhet ta presim certifikimin, pastaj bë një pauzë gjatë, mirë ndodhi që ka ndodhi brenda LDK-s, por ka pasur kohë. Tash duhet që të shkohet deri në sekondat e fundit duke kërkuar kohë shtesë. Si e shpjegoni këtë dhe edhe takimet sot që ndodhen që po duket që veç ishin sa për të folur edhe 2 orë tjera, se s'ka asnjë lëvizje qëndrimësh. Prandaj po provoj me sharu që çka po ndodh sot është më shumë më serioze se një përplasje politike. Është krizë shtetërore, është një trajektore e sjelljes destruktive ndaj shtetit prej zotrit Kurtit, prej se ka fillu karrierën e tij politike. Disa herë kemi përmend që edhe mos respekti ndaj institucioneve shtetërore si opozit kur ka qenë, ende vazhdon mos me i respektu as flamurin, as simbolet dhe në konventat e tyre.